Një hotel që ka standard duket që nga hyrja dhe parkimit. Pra nga roja, nga recepcioni, si do të flasin, si do të komunikojnë dhe aty kupton që ka dhe standard lartë. Nëse ti këtë gjëra nuk i shikon që nga momenti i parë kur futesh, mos pëj gjesh dhom pastër. Qartë. Këtë e harron shpeshherë. Pra ti futesh edhe recepcionin e ke me kokë poshtë as në telefon. As nuk shikon se kush ka. Veç kësaj, se shërbimi është emra akilit dhe kemi thënë. Ti kupton që nuk është staf i trajnuar, nuk është staf që është profesional. Nëse hyn me një dhomë mbrapa pastaj që ti shikon vetëm çarçafin të rregulluar edhe të krevatin e bukur, mjafton që të pak kokën poshtë krevatit, lëvizësh komodinat, lart prizat ato që janë prizat që kasat e prizave lart, po fiks, kalkun e tualet, mjafton të nizin blicin e telefonit, edhe shikoni tek jo të pasyra, tek gabina e dushit, ke gjithë kalk. Po. Ajo zgara pileta e ujtit, po ta heqësh ta ngresh ndonjëherë, mund të t'i ndaruar edhe 2 vite fije floku brenda. E kuptova, pra nuk është dhe aq që i gjen siç duket. Jo, këto duhet shohin. Për detajet. Këto duhet shohin. Dhe unë i shoh shpesh, si puna ime ka shumë njerëz që më çojnë video pafund dhe çdo vend botës më çojnë video. Se më shohin që për këtë gjë dhe më çojnë dhe shohin këto detaje që shohun. Pra ka klient që i shikojnë. Dhe nëse do të marrësh një review të mirë, duhet shikosh detajet e vogla dhe jo vetëm shtrosh. Po, që të mos i marrim klafotestikut dhe çarçafët me vete, siç bëjmë shpesh për shkak. Edhe kjo ndodh, Edhe kjo ndodh nga meraku dhe nga mosbesimi. S'kan faj, me këto që shohin.